Korça ka çelur si pari në edicionit të 8 të festivalit Shpirti i Ballkanit. Ansamble artistike nga Shqipëria, Malizi, Greqia, Maqedonia e Veriut dhe Serbia sollën për publikun vallet, kostumet dhe kulturën e vendeve të tyre, duke kthyer qytetin në një pikë takim të kulturave ballkanike. Jemi takuar në zonën këmbësore të qytetit për të bërë paradën tradicionale, ngjyrat e gjithë kostumeve që na vinë nga gjithë Ballkani. Kemi shumë miq të ftuar, kemi trupa shumë të mira profesioniste që do të shpalosin folkun e tyre. Do të jetë një edicion, besoj, i bukur. Korçën e shikoj plot, shpresoj që t'i shërbejë më shumë turizmit ky aktivitet. Artistët pjesëmarrës vlerësuan mikpritjen korçare dhe rëndësinë e këtij festivali në forcimin e lidhjeve kulturore mes vendeve të rajonit. Kënaqësi shumë e veçantë që ndodhemi në Korçë, një qytet mikpritës. Dua t'ju përgëzoj për këtë nismë të bukur që bashkon kulturat. Me këtë festival ju bëhen një ura lidhëse për traditat e ndryshme të Ballkanit. Atmosfera është fantastike, po kalojmë shumë mirë, secili prej nesh përfaqëson vendin e tij dhe për këtë arsye jemi këtu, që t'i bëjmë njerëzit të njohin dhe të mësojnë më shumë për traditat e vendit tonë. Festivali Shpirti i Ballkanit do të vijojë edhe mbrëmjen e së shtunës, duke sjellë në Korçë traditat, muzikën dhe folklorin e popujve të Ballkanit. Ky aktivitet është kthyer tashmë në një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të sezonit veror në qytet.